nderuar bashkëqytetarë, unë jam një emigrant. Ju keni 82 ditë në protestë dhe gëzoni respektin dhe dashurinë e gjithë emigrantëve. Protesta juaj de jure e ka bërë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. De facto jemi shumë larg Bashkimit Evropian. Goja e shturur e këtij kryeministri ka vjedhur rreth ndaj kësaj proteste të qytetëruar. Por ju jeni qytetar fisnikër. Fisnikëria dhe kujtimi juaj vrau frikën e shqiptarëve. Ju sfiduat verën e ndet dhe çdo natë kërkoni tërheqjen e kësaj qeverie të korruptuar. Krijimin e një qeverie njëvjeçare që të përgatis vendin për zgjedhje të reja demokratike, ku deputetët dalin nga vota e popullit dhe jo nga lista e bajraktarëve të partive politike. Protesta e qytetarëve ka një betejë të madhe dhe të vështirë. Rrëzimin e dinastisë 35 vjeçare të Sali Berishicit dhe Edvin Kristaqis Ramović. Kjo protestë lindi nga vullneti i lirë i qytetarëve për të rrëzuar një band hajdutësh qeveritarësh të majtë dhe të djathtë që e vodhën dhe e vranë këtë popull për 35 vjetë. Dinastia e Berishës i përket të shkollës dhe drejtësisë. Dinastia e Ramovićit është më sofistikuar dhe më të nxarë. Është dinastia e 84 mandateve dhe e patronazistëve, të këtyre kufomave pa shtyllë kurrizore, të këtyre zoranikëve që ushqehen nga pushtima e Ramovićit dhe parat e korrupsionit dhe të oligarkëve. Kjo protest e qytetarëve është në zjarrin e rënd të artillerisë, të propagandës qeveritare të Ramovićit dhe të mediave të shitura. Që çdo ditë në ekranet e tyre televizive, gazetarë dhe sahanlëpirës që të aftojnë, flasin për përçarje dhe shurje të protestës. Nuk përçahet dhe nuk shuhet protesta. Bravo! Në bulevard dëgjohet klizma e dhimbjes e një babai që ka humbur fëmijën e vetme në spitalin shtetëror për një shërum. Dhe Ramovići për 13 lehë për shëndetësi fanas. Në bulevard dëgjohen thirrjet e banorëve të Rolit dhe të Zonetit, kur tërhiqen zvarr nga bandit të një policie private dhe ju rrumbehet toka nga oligarkët e papëzitur me bekimin e qeverisë të Ramovićit. Në këtë protestë dëgjohet mbledhji i qytetarëve që sorollaten prej vitesh në gjykata për drejtësi. Në këtë protestë vjen dëshpërimi i qytetarëve që punojnë një jetë të tërë dhe nuk blejnë një banesë se çmimet janë shumë të lata. Në protestë vjen fuqishëm zëri i banorëve që ju merret burimi i ujit të pishëm dhe për t'ia u dhënë oligarkëve. Në këtë protestë dëgjohet ulërima e bujkut shqiptar se prodhimet e tyre merren nën kosto. Në protestë vjen fuqishëm zëri i mira emigrantëve që presin një ditë të kthehen, por ngurojnë kursimet e këtyre shqiptarëve, humbasin vlerën. Moneda evropiane që nga viti 2013
kur eri në pushtet, rilindja Aramovicit është zhvensuar 34%. Dhe këte kjo mashtruës kryeministër dhe banda e tij qeveritare dhe deputetët e tij UFO po e shesin si rritje të madhe ekonomike. Dhe prandaj leku na është forcuar. Por nuk na shpjegojnë se çmimet rriten për ditë. Ne nuk jemi budallëj, siç mendojnë këta dritë të rilindjes. Modeli ekonomik i qeverisë të këtij piktori të dështuar ka në themelet e veta pastrimin e parave të pista 35 vjeçare të dhënë nga korupcioni dhe grafitja e pasurisë kombëtare. Pastrimi i parave të grupeve kriminale të lidhura me politikën majtas dhe tjatas. Pastrimi i parave të bandave të huaja që Aramovici na i sjell si investitor strategjik. Ky është modeli i ekonomik i Aramovicit, që heshin mediat e blera. Protesta juaj dhe shirat e shatorit do ta marrin me vete qeverinë e Aramovicit dhe do ta hedhin në det. Ato nazistët e Aramovicit dhe goja tyre e thurur që prej 80 ditësh vjellin verë dhe na thonë se jemi të paguar. Unë janë në protest po të ardhëm në fëmijët të mi. Atë dheu i tyre nuk është Zvicra, nuk është Greqia. Atë dheu i tyre është Shqipëria. Qyteti i tyre i lindjes është Tirana. E ardhmja është e gjeneratës së re. Ne baballat kemi një detyrim të mbështesim këtë protest historike nga ku do të marrë jetë Shqipëria e re. Dinastia 35 vjeçare e Berishit dhe Aramovicit i përket të shkurës dhe drejtësisë. Ju faleminderit që më dëgjuar. Bashkim protestues. Rama jepet dorëheqje. Faleminderit. Rama jepet dorëheqje.